në romanin Hija pafajësisë, realisht është një pasqyrë reale, aktuale, e situatës bashkëluftëtarëve pas luftës shërimtare të Kosovës. Romani Hija pafajësisë, i shkruar pas 3 vëllimeve poetike, është një ngacmim emocional, shpirtëror, i cili më ka nxit që të shkruaj për të gjitha gjeneratat. Ky roman realisht është i lexueshëm, i kuptueshëm edhe për të rinjt, edhe për studentët, edhe për nxënësit të shkollës së mesme, po edhe për ata që janë të shtyrë në moshë. Në romanin Hija pafajësisë, realisht është një pasqyrë reale, aktuale, e situatës bashkëluftëtarëve pas luftës shërimtare të Kosovës. Po shkëm me radhë, po ndolëm po analizojmë pak sa romanin Hija pafajësisë. Titulli i romanit, një titull simbolik, një metaforë. A këshim mundur më në zbërthi pak? Po, në kopertinë shifet një qeli, në kopertinë shifet një vajzë e arrestuar, në kopertinë shifet edhe amblema Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ato shifet edhe hija. Hija një pafajësie e cila na ka përcjell që nga pas lufta deri më tani. Edhe sot është shumë aktuale kjo hije pafajësisë. Pas përfundimit të luftës shërimtare të Kosovës në Kosovë, në udhëheqjen e UNMIK-ut në atë kohë, në për të gjitha zonat operative të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ka ndodhur arrestime, burgosje të udhëhecëve, të komandantëve të luftës së Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Në për të gjitha, kur tham në për të gjitha, në për 7 zonat operative, kemi pas arrestime. Paralel me arrestimet që janë bën në Kosovë, gjykimet që janë bën në Kosovë, ka ndodhur gjykata e Hagës. Dëshmitar jemi Fatmi Lima me ekipën e vet, me grupin e vet, Ramush Haradini me grupin e vet. Edhe sot pas 26 vjeteve, prap në Hagë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shumë të tjerë. Kjo hija pafajësisë nën kupton? Hija pafajësisë nën kupton një të kaluar të trisht për popullin tonë, e në veçanti për bashkëluftëtarët, për veteranët e luftës shërimtare të Kosovës. Hija pafajësisë nën kupton për gjeneratët e reja, për trashëgimtarët se si duhet t'i shohin veteranët e luftës, çka duhet të ndërmarrin, çka është ndasht të ndërmarrin dhe çka mundën sot të ndërmarrin. Fatkeqësia më e madhe qëndron te vetë institucionet tona. Pse? Sepse në këtë roman është realisht tashun me personazhet jam i shoqëruar apo i mishnuar me i formë me Lirien, Aulonën dhe Qëndresën, e bashkë me Petritin kemi mendu se shteti i Kosovës o shkëndash deri më tani të mendon për gjendjen emocionale dhe shpirtërore të bashkëluftëtarëve. Për arrestimet, për burgosjet të padrejta, për dënimet të padrejta. Gjoja në emën të krimeve të luftës.